të nderuara media, të nderuar qytetarë të Republikës, është përkeqardhje situata dhe rrethanat në të cilat është vendosur organi më i lartë i shtetit, organi legjislativ të Kuvendit Republikës së Kosovës. Ajo çfarë duhet të ishte një proces i thjeshtë i votimit, më shumë teknik se sa politik, me të cilin të gjithë deputetët e Republikës, të cilët kanë marrë mandatin nga qytetarët e Republikës, e konfirmojnë vullnetin e tyre për aktivitetin e tyre si deputet me një votim, e kanë vendosur në një rafsh politik dhe kanë shprehur në një farë forme jo vetëm pabesinë e tyre për ato mandate, por gjithashtu edhe mos pranimin e rezultateve. Zgjedhjet kanë qenë me një rezultat të qartë, si në vitin 2021, si në vitin 2025, lëvizjave vendosje me partnerët e vetë ka dalë partia e parë, fituese, dhe natyrisht që veprimin e tyre politik kanë mundur të vazhdojnë me votimin apo mos votimin e kryetarit të Kuvendit dhe organeve të Kuvendit. Por jo e vendosën në një rafsh në të cilin treguan se nuk janë pajtuar as me rezultatin më herët e as me rezultatin tani, dhe me çdo kush duhet të shërbejnë ose duhet të jenë në funksion të bllokimit të shtetit. Nuk ka asnjë logjik tjetër përveç se bllokimi i institucionit më të lartë për të proceduar pastaj me formimin e institucioneve, se sa mos marrja pjesë ose votimi kundër marrjes së mandateve të tyre. Nuk ishte ky votim ose propozimi i qeverisë. Nuk ishte ky votim ose propozimi i partisë së parë në zgjedhje. Kjo është një procedurë e thjeshtë e cila asnjëherë më parë nuk është kontestuar ose nuk është bllokuar në formën se si është bërë tani. Kjo vetëm e tregon se ju kanë shterë të gjitha format kreative të opozitarizmit që asnjëherë nuk i kanë pasur dhe nuk po mund t'i gjejnë, dhe tashmë vendosin veç të bëjnë një blokadë të thjeshtë të shtetit apo institucionit. Tani më lejoni vetëm në dy çështje t'ju tregoj se sa larg shkon zelli i tyre për të bllokuar. Në mbledhjen e cila u thirr nga kryesuesi i seancës, përveç se pat e para reagime absurde në të cilin ti nuk ke mandat na ftosh për konsultime, nëse ne nuk debatojmë si të zgjedhur të popullit për të dalë nga ky ngërsh, nga kush e presin? Presin thirrje nga ambasadat, presin që dikush t'ju bëj presion natyrës tjetër. Është absurde ti thonë zoti Dehari, kryesuesi të seancës, ti nuk i drejt na ftosh. Çfarë të drejtë kanë ata të kontestojnë çështjen bazike, dialogimit, si të procedojmë tutje. Në kuadër të kësaj, siç e tha ministri Haxhiu, është edhe çështja tjetër, në të cilën ne asnjëherë më parë simi përballuar në aspektin ligjor. Një ligj që nuk votohet në Kuvend ose që rrëzohet në Kuvend, siç është rrëzuar certifikimi i mandateve, duhet 3 muaj që pastaj të kthehet Kuvendit. Ne nuk kemi një legjislacion që e tregon që në rast të rrëzimit të dosjes ose raportit të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe një herë po e ritheksoj, i vetmi institucion përgjegjës për verifikim dhe certifikim të zgjedhjeve dhe mandateve është Komisioni Qendror Zgjedhor. Grupi punues lidhet për të bërë një verifikim formal mbi prezencën e deputetëve në sallë dhe natyrisht mandateve të cilat janë pranuar dhe bëhet vetimi i deputetëve. Ata atë e kontestuan. Domethënë diçka që në fakt nuk është përgatitur as nga Komisioni Punues. Si dhe më lejoni gjithashtu që drejt për drejt t'i përgjigjem zonjes Time Kadria që ishte këtu para nesh në raport me përgjegjësitë e kryeministrit. Ta lexojnë mëre, ta konsultojnë ligjin. Është shumë i qartë ligji mbi qeverinë, i cili tregon kompetencat. Qeveria në detyrë nuk mund të emëroj ose të inicoj emrime në pozita të larta, vetëm në rastet ku ato pozita duhet të konfirmohen në Kuvend ose duhet të konfirmohen nga presidentja. Që është kjo padituri sistematike, që janë këto gabimet të vazhdueshme me cilat synohet të kontestohet çdo gjë, me një fakt banal: pse shkon kryeministri apo ministrat në zyrë? Cila është krenaria të zbrazën zyre dhe të mos jenë këta në funksion? Të vazhdojnë veprimin politik e kanë. Me njëherë pas betimit futet në votim kryetari i Kuvendit dhe pastaj kryesia e Kuvendit dhe pastaj qeveria. Aty shihet vullneti i tyre për të mbështetur apo për të mos mbështetur. Në situatën si po vazhdon, sinqerisht, ne nëse vazhdon në këtë mënyrë, atëherë duhet gradualisht të konsumojmë kohën dhe në momentin kur e shohim që s'ka zgjidhje tjetër, të drejtohemi prap subjekteve, të themi të ulemi atëherë në tryezë të diskutojmë për zgjidhje tjera. Se nëse kjo është bazike që ju si merrni mandatet ose të lëshojnë rrugë atë të tjerëve që janë në listë pas. Me radhë, ju lutem.